15 nxënëse të medreses Alaudin në Prishtinë në fund të këtij viti shkollor kanë memorizuar me sukses 2 gjuze të Kur'anit. Me këtë rast, para një komisionit vlerësues i përbërë nga profesorët e kësaj shkolle, nxënëset dëshmuan memorizimin e këtyra jetëve kuranore. Njëra prej nxënësve shprehet jashtëzakonisht e lumtur me mundësitë që i ofron medreseja që krahas mësimeve shkollore të zhvillojnë edhe aktivitete vullnetare. Në këtë vend të bekuar, në medresenë tonë të dashur, për çdo ditë lexohet e mësohet fjala e Zotit të madhëruar, po përveç se mësimeve kurikulare në lëndën e Kur'anit, shkolla jonë na mundson edhe mësime jashtë kurikulare në lëmi të ndryshme. Ndërto mësim vullnetar në memorizimin e Kur'anit me profesoreshën tonë të nderuar zonjën Valbona Aslani. Stafi i medreses u shprehen të lumtur me rezultatin e këtyre nxënësve nga aktivitetet vullnetare. Keni zgjedhur diçka të veçantë. Ju e dini që në barë botën ka miliarda musliman, domethënë dikun 2 miliardë që mos është tash. Por hafizat e Kur'anit, ata që kanë memorizuar Kur'anin dhe që janë të zgjedhur ta kenë në mendjet e tyre të mësuar Kur'anin janë pak. Prandaj këto nxënëse që kanë nisë këtë rrugë janë prej atyre të pakta që i ka zgjedhur Allahu xhalla shanuhu. Ju them sinqerisht se kursi i Kur'anit ka ndikuar pozitivisht të gjitha nxënësit që kanë vijuar. Madje ka ndikuar edhe vetë tek unë personalisht. Nga se kur kam parë punën, sinqeritetin, përkushtimin dhe dëshirën e tyre të madhe për të vazhduar e të mësuar fjalën e Zotit xhaleshanhu, kam bërë që edhe unë t'jem krah tyre çdo herë. Aktualisht nxënësit e medreses Alaudin në Prishtinë, Gjilan dhe Prizren janë në përfundim të vitit shkollor, ndërsa javën e kaluar maturantët e kësaj shkolle përmbyllën shkollimin e mesëm me duan e hatmes.